Në skenën e teatrit të Kukullave në Korçë është ngjitur drama Interneti, një vepër e autorit Andrea Pepi, e interpretuar nga nxënës së shkollës 9-vjeçare Pandeli Cale. Përmes kësaj shfaqje, fëmijët përcjellin një mesazh të qartë mbi ndikimin që mund të ketë përdorimi i pakontrolluar i internetit në formimin e karakterit dhe botën emocionale të tyre. Përmes mesazhit edukues, shfaqja synon edhe të nxjerrë në pa talentin e fëmijëve dhe të rikthejë traditën e teatrit për moshat e vogla, duke i afruar ata më shumë me artin skenik. Qëllimi im është që të ringjallim teatrin e fëmijëve, sepse fëmijët janë ata që do zvendësojnë brezat. Është viti i dytë që ne bëjmë këtë aktivitet me gjithë shkollat e qytetit, po këtë vit kemi futur dhe fshatin. Kjo është një thirrje edhe për prindrit që në internet duhet që juve të jeni të parët në kontroll, se pa kontroll fëmijët degradojnë, dhe e dyta është e fëmijëve që në qoftë se merre shumë me internetin, ti do lësh pas shkollën dhe detyra e parë është shkolla, jo argëtimi. Vetë nxënësit tregojnë se janë bërë pjesë e këtij projekti nga dëshira për të interpretuar dhe për të përcjellë tek bashkëmoshatarët e tyre një mesazh të rëndësishëm për përdorimin e kujdesshëm të internetit. Unë vendosa të marrja pjesë në këtë shfaqje sepse më pëlqen shumë teatri dhe të aktroj dhe që fëmijë kam aktruar shumë. Cili është mesazhi i shfaqjes? Që nuk duhet të rrim gjithkohës në internet, por dhe duhet të mësojmë dhe të luajmë me shokët. Kisha dëshirë të bësha pjesë e këtij grupit sepse më pëlqen të aktroj. Ndërsa në tanën mund të bëhem aktore. Unë kam pasur dëshirë që të i vija një teatr të aktroja. Kam shumë qejf të aktroj në pjesë të ndryshme. Shfaqja do të vijojë të ngjitet në skenë edhe nga grupe të tjera të shkollave 9-vjeçare me synimin për të afruar fëmijët me teatrin. Aktiviteti organizohet me mbështetjen e Zyrës Vendore të Arsimit dhe Qendrës së Artit dhe Kulturës.